Lavdi Zotit. Vëllezër në Rodhë ju për cilin të falla, më thamë në çdo kish ku shkosh, do japësh të fallat tonë. Sepse kudo ku shkojnë vëllezër, aty ku ngridhen në emër të Atit, Birit dhe Shpiritit të Shenjtë, Frymën e Shenjtë, aty janë vëllezërit tanë. Në Perëndi nuk ka një anësi. Zoti nuk i ndan, ose nuk do na ndajë në qiell shqiptarët me vete, ballkanasit me vete, evropianë me vete, amerikanë me vete, jo vëllezër. Të gjithë ata do shpëtojnë, do kenë pjesë në mbretërinë qiellore. Aty nuk do të dallojnë kush është amerikan nga shqiptari, nga grek apo nga serbi. Ato që njerëzit bëjnë këtu në tokë, erdhi Perëndia dhe i theu ato mure vëllezër, dhe të gjithë ata i besojnë në emrin e Jezusit Krishtit, u bën një përpara Perëndisë. Dhe pasaporta jonë është pasaportë qiellore. Vëllezër në Greqi nuk na trajtojnë si shqiptarë. Bile shumë kontorët aty janë shqiptarë. Të vjarë, pleq kishte, i kanë zgjedhur pse se po të kishte një anë si vetë në botë, do marrë atje në qeverinë time ata janë të mirë. Kjo nuk do të funksiononte kështu kisha e Krishtit. Në qoftë se punëtorët në çdo kishë të shikonin rregullat e kishës sipas gjërave njerëzore. Por ashtu është edhe fjala vëllezër, kush ka oreks të punojë në veprën e Perëndisë, kushdo qoftë ai, Zoti e ngre dhe punon dhe kërkon Perëndia sot punëtorë vëllezër. Dhe punëtorët e ngrej nga ne. Edhe vepra në Rodhës, kështu filloi me 10 veta, siç kemi dëgjuar ato dëshmitë e vëllezërve. Dhe sot avash ka arritur aty ku ka arritur me hirin e Zotit nëpërmjet betejave, furtunave, luftrave, ashtu siç Pavli thotë, luftë jashtë, frikë brenda, ato ndodhin, kanë ndodhur dhe do ndodhin derisa të vijë Krishti. Sepse sa tjetë ajo qenia njerëzore, do ekzistojnë krenaria, do ekzistojnë egoizmi. Të gjitha këto vëllezër bën atë që në kishë dhe në vetë do ketë gjithmonë pengesa, lavdi Zotit, por ne do i qëndrojmë të gjitha këtyre vëllezër, do bëjmë atë që do Zoti jonë, lavdi Zotit. Me hirin e Zotit doja tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 21, kapitulli fundit, 14 vargjet e para vëllezër, të lexonim. Gjoni kapitulli 21. Pas këtyre gjërave, Jezusi ju shfaq përsëri dishepujve pranë detit të Tiberiadës dhe u shfaqi në këtë mënyrë. Simon Pietri, Thomai i quajtur Binjaku, Natanaeli nga Kana e Galiles, bijtë e Zebedeu dhe dy të tjerë nga dishepujt e tij ishin bashkë. Simon Pietri u tha atyre, po shkoj të peshkoj. Ata i thanë, po vijmë edhe ne me ty. Dolën dhe hipën menjëherë në barkë, por atë natë nuk zun asgjë. Por kur ishte tash në mëngjes, Jezusi ndeni te bregu, megjithatë dishepujt nuk e dinin se ishte Jezusi. Dhe Jezusi u tha atyre, o djema, a keni ndonjë gjë për të ngrënë? Ata ju përgjigjen, jo. Dhe ai u tha atyre, hidhni rrjetën në anën e djathtë të barkës dhe do të gjeni. E hodhën pra dhe smundën në ta trinin nga shumica e peshqive. Atëherë ai dishepull të cilin Jezusi e donte i tha Pietrit, është Zoti. Simon Pietri pra kur dëgjoi se ishte Zoti, u ngjesh me rrobën e sipërme sepse ishte i zhveshur dhe u hodh në det. Por dishepujt e tjerë erdhën me barkë sepse nuk ishin shumë larg nga toka, vetëm rreth 200 kubit, duke të rregjur rrjetën me peshq. Por si dolën në tokë, panë një zjarr me prushë dhe peshk të vënë mbi të dhe bukë. Jezusi u tha atyre, sillni nga peshqit që zu tani. Simon Pietri hipi në barkë dhe nxori në tokë rrjetën, plot me peshq të mëdhenj 153, dhe megjithëse ishin aq shumë, rrjeta nuk u shqye. Jezusi u tha atyre, ejani dhe hani mëngjes, dhe asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste kush je ti, duke ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi erdhi, mori bukën dhe u dha atyre, po kështu edhe peshkun. Kjo ishte tashmë era e treta herë që Jezusi ju shfaq dishepujve të tij, mbasi u ringjall prej së vdekurish. Amin. Vëllezër. Zoti vëllezër t'i bekojë këto fjalë në zemrat tona. Të na japë atë që kemi nevojë secili prej nesh vëllezër, sepse
thellësitë e zemrës së njeriu të një vetë Perëndia, vetë Krishti. Sot të gjithë kemi ardhur dhe presim që Zoti të na flasë. Të gjithë kemi ardhur me kërkesa, me probleme, me përpara Perëndisë që ja kemi parashtruar atij. Dhe secili nga ne kërkon nga Zoti të flasë, të përgjigjet, të japë zgjidhje dhe probleme dhe ne shumë mirë vëzër presim që Perëndia të vijë na japë. Prandaj dhe lutem Zotit se Zoti ju nuk është Zot varfanjak. Por Perëndia vëzër është Perëndi pasur. Dhe kërkon nga ne që ne të kërkojmë atij me besim vëzër. Sepse do kush kërkon do të jetë. Ku 2 dhe 3 vlidhen në emrin e tij, ai thotë që unë jam aty në dyshur. Dhe ne sot jemi shumë vëzër. Dhe sot ne nëse bashkojmë dhe bashkojmë besimin dhe kërkojmë për çdo problem që ka secili nga ne, Perëndia do na japë vëzër. Se kështu na thotë fjala e Zotit. Aty ku 2 dhe 3 vlidhen në emrin tim dhe çdo gjë që do ta kërkonin do t'ja jap thotë. Prandaj të afrohemi Zotit vetëm me besim në zemër. Edhe kërkojmë që Zoti të na japë, edhe sot na japë. Sa herë që mbledhemi në kirë, ne besojmë dhe se nuk flet njeriu. Këta e kemi kuptuar, të pak unë e kam kuptuar që në hapat e para që hyra në kishë. Kur hymë ati e vlezër, mblidheshim me vlezër në përshpira, bënim bashkësi. Edhe vllai hapte një lexonte, shumë se lexonte tani, ditë shtunë. Të ne dhe në shkollën në kishë, lexonte bariu kishës të njëjtën pjesë nga Bibla dhe i lexonte vllai të shtunë dhe kjo ndodhte shumë mirë. Ai sa arrita dhe i thosha atij vllai që vinte të shtunën, mos e merrja në telefon, edhe i thot ato që lexojnë të shtunën që ai i predikoi të diellën. Qeshi vllai tha asnjëherë nuk flasim, as u mora vesh me vllai, andena se çfarë do lexoja. Edhe ka ndodhur shumë mirë që atë i lexon njëri punëtor, i lexon dhe punëtori tjetër, sepse ajo është fryma e Perëndisë. Ai e di dhe ai dhe ato mesazhe në zemrat e punëtorëve që ata t'japin mesazhin e dur popullit të tyre. Lavdi Zotit, tek ku shikojmë që mbas këtyre gjërave thotë Jezusi u shfaq përsëri dishepujve pranë detit të Tiberiadës dhe u shfaq në këtë mënyrë. Mbas këtyre gjërave shikojmë që Zoti është era e tretë i shfaqjes dishepujve dhe ju është shfaqur dhe besimtarëve të tjerë, siç në datë pyetje shkonin në Emaus, ikin nga Jeruzalemi dhe u larguan të zhgënjur vëllezër. Por Zoti doli përpara dhe bëri prit, sepse nuk donte Krishti që të humbiste dhe ata dhe Zoti nuk do të humbasi asnjë nga ne vëllezër. Dhe u doli dhe i foli Krishtin. Dhe zeri i tyre deri, zeri i Jezusit deri që ata të ktheheshin vëllezër dhe zemra e tyre të digjet dhe ajo që bëri u akteu rrugën atje ku kishin marrë udhën për në Emaus të kthehen përsëri në Jeruzalem dhe ata bën zjarri i zërit të Perëndisë, zjarri i frymës shenjtë. Kur ndizë zjarri i frymës shenjtë dhe brenda nesh, ku duhet veten? Ku na drejton fryma e shenjtë, zëri i Zotit? Na drejton në kishën e tij, na drejton në gjunjë, na drejton në atë luftë frymore që Krishti na ka urdhëruar ta bëjmë. Lavdi Zotit, sa më shumë i largohemi Zotit vëllezër, aq më shumë i afrohemi Emausit, aq më shumë i afrohemi kësaj botës. Por gjithmonë del Perëndia, do shkojmë edhe tani në këtë pjesë dhe që Zoti do që ne të kthehemi nga ajo udhë. Lavdi Zotit, se Zoti krijoi kishën e tij. Shumë herë zhgënjehemi nga jeta, nga problemet, nga debatet që kemi shumë herë me njëri tjetrin. Edhe largohemi nga Zoti. Lavdi Zotit, edhe shikojmë këtu që ju është shfaqur 2 herë dishepujve të tij Krishti. Hyri atje ku dyert ishin të mbyllura dhe ata që të tregën nga frikë e judeve, edhe pse kishin parë kaq shumë mrekullira, kishin dëgjuar fjalën e Perëndisë, e kishin parë forcën e Jezusit në tokë. Premtimet që ai u tha, vëllezër, ata i kishin dëgjuar dhe nuk i kishin vënë re ato që Zoti u tha, që do shkonin në Jeruzalem, do më kapin, do më vrasin, do më kryqëzojnë dhe ditën e tretë do rigjallen. Ata thjesht e dëgjuan vëllezër, por nuk e kishin zbritur në zemrën e tyre këtë. Edhe kjo solli të gjithë ato zhgënjimet e tyre.
por përsëri Krishti mundohet përsëri dhe përsëri, ashtu siç mundohet me ata vëllezërit tanë, mundohet edhe me ne sot vëllezër. Do vi përsëri Zoti, do vi përsëri edhe përsëri na ngrej vëllezër, sepse Zoti i dashurisë, është Zoti i paqes, është Zoti i mëshirës. La Zoti dhe ai nuk do që të mbasi asnjë nga ne vëllezër. Po të ishte e mundur për Perëndin të gjithë, Zoti donte të ishte në mbretërinë qiellore. Mi po, sikur të varet nga Zoti kjo gjë do ishte akoma edhe më mirë, po ja që nuk varet nga ai vëllezër. Sepse Krishti që ishte për të bërë e në pyet Golgotës, çfarë ishte për të bërë dhe nuk e bërë ata Zoti? Çfarë ishte për të udhënë në popull dhe nuk u dhash? Na dha fjalën e tij, na dha frymën e shenjtë të mbushej me frymën e shenjtë dhe të marrë forcë nga lart. Perëndia na e dha dhe tani çfarë na duhet? Që secili nga ne të bëjë të luftën e tij frymore. Shpëtimi vëllezër është personale dhe lufta frymore është personale. Asnjëri, Zoti asnjëherë nuk e detyron njeriu ty me dhunë në kish. Asnjëri nga ne nuk erdhi me shtrëngata në kish. Asnjëri nuk na thot Zoti që ulu, lutu, ulu, lexo. Por na i ka shfaqur Perëndia. Ne e dim shumë mirë se çfarë duhet të bëjmë që të ruajmë shpëtimin e shpirtit. Ashtu thashë vëllezër në Tiranë, për nga dia, besoj se jemi të mbushur plot. E njohi fjalën e Perëndisë deri atë ku na ka zbuluar Zoti se do ta njohim Krishtin në jetë. Nuk e njohim 100%, por do ta njohim thotë në jetë. Atë do shikojmë, do na tregojë Zoti se si krijoi botën. Ne thjesht i lexojmë, i predikojmë, i themi, por shumë zemra jonë nuk mund t'i kuptojë as mendja e njeriu thotë nuk mund ta kuptojë dot se si Perëndia me fjalën e tij krijoi gjithësinë. Por ne besojmë se Perëndia krijoi Krishti, që ishte fjala e krijoi me fjalën e tij, e krijoi. Po të pysh hollësira, nuk besoj se do ketë njeri edhe shkencë që ta shpjegoj se si u krijua me anë të fjalës gjithësia. Se si Zoti e mori njeriu nga dheu dhe veri me duart e tij, edhe veri sipas shëmbulltyrës së tij vëllezër. Nuk arrin mendja njerëzore të shpjegoj ato veprat e madhërishme të Perëndisë vëllezër, lavdi Zotit. Edhe atë që kërkon Zoti vëllezër është që atë dije që ne kemi mos të ngelet thjesht një dije, por atë dije ta hedhë në veprim. Sepse ata që do shikojnë një ditë fytyrën e Krishtit, duhen ata i bëjnë vepër fjalën e Perëndisë. Edhe udhërimet e Zotit vëllezër nuk janë të rënda, nuk janë të vështira. Dhe asnjëherë Zoti nuk i dhe bara njeriu më të rënda se mund të mbajë supi njeriu, sepse është Perëndia e sot. Nuk ka si punë njeriu shumë herë atje ku ne punojmë, na vën bara të rënda atje ku punojmë vëllezër. Asnjëherë Zoti nuk do na vë bara të rënda, por ato shkrimet janë shkruar deri në atë pikë sa njeriu është e mundshme t'i bëj edhe nëpërmjet veprimit të arrijë dhe shpëtimi i shpirtit lavdi Zotit. Edhe këtu Zoti u shfaq dishepujve. Njerë kur u shfaq herën e dytë, shikojmë që Thomai mungonte, edhe këtë ta kemi parasysh vëllezër sepse ne dimë që sa herë që mblidhemi siç e thamë në emrin e Krishtit, Jezusi është këtu pranë nesh. Edhe nuk e dim asnjëherë se çfarë mund të na sjellë Zoti sot. Dje nëse ke munguar në kish, bekimi që solli Zoti dje në kish, par dje e tutje, ti edhe unë e humbëm. Kur erdhi vllai im i vogël në Rrodhës vëllezër, ishte pagëzuar tu në Tiranë, ishte pagëzuar kryepeshkopi Anastas, edhe mburri tek ajo që mua më ka pagëzuar Anastas. Kur erdhi atë në kish, bën ato bashkësitë me vëllezërit, filloi të dëgjonte fjalën e Perëndisë dhe e pyeti vllai thotë, tani thotë sa besimtar je? Tani thotë janë 50%. Kjo tavolinë e thotë ka 4 këmbë. Në sa këmbë ti qëndroni thotë? Thotë në asnjë këmbë. Se të nuk qëndron të as në bashkësi me vëllezër, as tek ungjilli, as merrte nga trupi i gjaku Kristit dhe as luti. Mi po duke lexuar fjalën vëllezër vinte dhe godisë zemra e tij. Vinte dhe godisë zemra e tij. Edhe një ditë një bashkësi që bën disa vëllezër në shtëpinë e tyre, na ftuan edhe ne. Mua të ditë më shtatë babai si para valen në shtëpi, edhe ku më vinte gjithmonë në orën që kishim duhet ikni për në kish ose në përbashkësira. Sa arrita pasaj e kuptova dhe thash baba, të dua shumë por. Në orën 7 duhet jenë në kish. Po do të vish edhe ti me ne.
e mori baba im sin, e nuk vinte me gjithmonë në 6:30, edhe për para se nisha në kish, edhe atë ditë që na qeftuar ky vllai, si shtatë në kësharë babaj dhe nuk i thosha do t'ju ndo iki dhe i thash ikni ju tani, meni dhe modrë vjotën, meni modrën tjetër, edhe shkoni atje të këveze dhe bekoni. Atë natë Perëndia rilindi. Duke të dua fjallën e Zotit Vezër, Zoti rilindi dhe i filloi thot, se ma treguan edhe ndjente diçka brenda vetes tij, filloi një gëzim, atë vëllezërit e kuptuan që ai atë e preku Zotit dhe i thanë, do shkojmë tani në një shtëpi tjetër të një vllai, ora kishte kaluar shëva 12 e natës, edhe atë ishte lutur në gjunjë. Edhe sa ulën në gjunjë vëllezër, Zoti pazoi me frymën e shenjtë. Aleluja. Lavdi Zotit. Dhe kur mi treguan të gjitha këto vëllezër, hipi një zili brenda vetes time. Edhe mora i vendim. E thashë nuk do lejoj kur vetes time që të mbas bekime të tilla. Edhe me të vërtetë vëllezër, atë që humbi fomai, atë prezencën e Perëndis, Krishti kur erdhi atje vëllezër, e vendosa dhe kura në zemrën time dhe thashë, kështu si do jem, i lodhur, i raskapitur, i mërzitur. Do shkoj në bashkësi me vëllezërit, do shkoj në kishë dhe asnjëherë vëllezër në hirën e Zotit nuk i humba këto bashkësi apo kishë kur e kishim gjithmonë dhe shikojmë vëllezër që fjala e Perëndisë është ajo që na tregon. Fomai e humbi bekimin e Krishtit, por ama vuriment. Kur tha, kërkoi vërtet shenjë dhe ai nuk ishte jo mosbesues, nuk ishte mosbesues, por donte që me të vërtetë Krishti tregonte ato që vrima në dorën e tij dhe atë që kur kishte shkuar heshta, vuri gishtin atje, lavdi Zotit dhe përsëri shikojmë që dishepujt vazhdojnë atë udhën e tyre. Edhe shkojmë që Pjetri vetë u thot vëllezërve të tjerë që po shkoj të peshkoj. Mos ishte gjë mëkat kjo që bëri Pjetri vëllezër. Nuk ishte mëkat. Edhe Pjetri nuk mund të shkonte në mëkat. Por ai personaliteti që ishte Pjetri vëllezër, bëri që vëllezërit e tjerë ta ndiqnin nga pas. Edhe shikojmë atë mesazh që Zoti ka dhënë në zemrën e vëllezërve që mos të ndikohemi qoftë ashtu si ta vëllezërit të ndikuan nga Pjetri, se Pjetri nuk ishte do si do. Pjetri ishte shtyllur në kishën e Krishtit. Edhe vetë prania e Pjetrit dhe vendimi që mori Pjetri në këtë moment që shkon për të peshkuar, bëri që vëllezërit e tij këta 6 të tjerë ta ndiqnin nga pas. Lavdi Zotit, mirë po shikojmë që Zoti vëllezër me këtë veprim që mori Pjetri nuk bie dakord. Nuk bie dakord sepse shikojmë që ata peshkuan dhe nuk zuna asgjë. Lavdi Zotit dhe ata kërkon Zoti vëllezër të kemi kujdes nga ndikimi njerëzve. Shikojmë raste të shumta në Bibël që burrat u ndikuan nga gratë e tyre. Kemi rastin e Abrahamit, i cili Perëndia i kishte dhënë premtim edhe i tha që ashtu siç janë hyjet e qiellit dhe rarë e detit, kështu do të bekoj tha. Nga sperma jote ta do krijoj një kom të madh. I po me kalimin e viteve ky besimi dhe kjo fjalë e Zotit erdhi dhe u shuajt avash-avash në zemrën e Abrahamit vëllezër. Edhe duke parë që mosha po kalonte, shikojmë që Sara i thot, shko me Agarin, shërbëtoren time, i thot, që ajo të lindi një fëmijë në kemët e mia. Edhe u ndikua Abrahami nga gruaja e tij, nga Sara, edhe shkoi me të dhe dim që lindi Ismaili dhe bashkë me Ismaili dhe lindën e problemet në familjen e tyre. Lindën problemet të mëdha. Ajsa Agari i fliste keq Sarës, arrin deri atje sa dëbuan bashkë me Ismailin, edhe arrin deri atje sa të disë në shkretir, po që jesë në godën dhe Zotit, lavdi Zotit. Shikoni vëllezër që nga ndikimi i keq, arriti deri atje sa Abrahami të shkoj me Agari dhe kjo nuk ishte vullneti i Perëndis, lavdi Zotit. Shikojmë raste të tjera plot në Bibël. Edhe kemi kujdes ato zgjedhjet tona. Shikojmë kur Jezusin e kapën, e torturuan, edhe nxorën atje vëllezër
edhe sipas traditës së judeve duhet të zgjidhnin njerin që të lironte Pilati. Pilati ndikuar nga populli, lauduar dhe tha që jam i pastër, i tha, i pa fajshëm nga ky gjak. Sepse ata thërritën vëllezër, kryqëzoje. Dhe vendimi që mori Pilati ishte vërtet vendim i marrë nga Perëndia, sepse ishte vullneti i Perëndisë Jezus Krishtit të kryqëzojë, por ai si njeri kishte të vërtetën përpara syve, sepse e pyeti Pilati tha kush është e vërteta i kaloi përpara, edhe ai nuk e rrëmbeu vëllezër të vërtetën që të shpëtojë, dhe edhe pse gruaja e tij tha që ki kujdeset tha se mbërëm kam parë një ndër mos u merr me atë njeri. Lavdi Zot, po i rrëmbyer vëllezër dhe i ndikuar nga zerrat e frymërave, dhe të kemi kujdes zerrat e botës. Mos ndikohemi nga zerrat e botës. Në kohët e fundit do hyjnë zerra të huaj brenda në kish.